Një lajm I mirë, por jo për të gjithë. Qeveria e Kosovës vendos pakën e 13 për sektorin publik, një hap pozitiv sidomos për lehonat. Por prit pak, çka po ndodh me gratë në sektorin privat? Edhe ato punojnë, edhe ato paguajnë taksa, edhe ato kontribuojnë. Megjithatë po mbesin jashtë. Forumi Ekonomik I Grave ka shprehur shqetësimin për trajtimin e pabarabartë, duke theksuar se po krijojnë dy standarde të ndryshme për gratë në tregun e punës. Sipas tyre, lehonat në sektorin privat vazhdojnë të përballen me pasiguri financiare dhe mungesë të mbështetjes së barabartë, pavarësisht rolit të tyre të rëndësishëm në ekonomi dhe shoqëri. Së pari, duhet kuptuar një dallim bazë. Në sektorin publik në Kosovë, lehonat zakonisht kanë më shumë siguri, kontrata më të qëndrueshme, pagesa më të garantuara dhe përfitime shtesë si kjo paga e 13. Ndërsa në sektorin privat, realiteti është shumë më I pasigurt. Gratë përballen me kontrata afatshkurta, vonesa në pagesa apo edhe presion për të rikthyer më shpejt në punë pas lindjes. Ligjërisht pushimi I lehonisë në Kosovë është deri në 12 muaj, ku pagesa ndahet mes shtetit dhe punëdhënësit. Por problemi është tek zbatimi. Në sektorin privat, shpesh ka raste kur kjo drejt nuk respektohet plotësisht ose gratë hezitojnë ta kërkojnë nga frika se mund të humbasin vendin e punës. Po ashtu, shumë gratë që punojnë në OJQ apo projekte të financuara nga donatorë janë në një zonë gri, pa kontrata afatgjata dhe pa përfitime të qëndrueshme. Kjo do të thotë se në momente si lehonia, ato janë ndër më të pambrojturat. Prandaj, kërkesa kryesore që përden nga ky debat është shumë e qartë. Mbështetja për lehonat nuk duhet varet nga sektori ku punon, por të jetë një standard I barabartë për të gjitha, sepse në fund nuk është çështje privilegji, por është çështje drejtësie.